U rikthyem. Qeveria në detyrë e Albin Kurtit mori disa nga vendime më të mëdha ekonomike të këtij viti. Vetëm pak javë para zgjedhjeve. Pensionet rritën nga 120 në 150 euro. Paga minimale pritet të shkojë deri në 500 euro vitin e ardhshëm, ndërsa shtesat për fëmijë, 5.000 ka. ndërsa shtesat për fëmijë, që ki paga minimale afekton sektorin privat. Të gjitha këto janë pjesë e projekt buxhetit prej 4 miliard dollarësh jo me euro jena në alon Kosovë, që qeveria në detyrë miratoi për mbledhjen e fundit. Po, kjo është për një meni ndim për qytetarët apo veç një fushat e fshehur elektorale? Para fushat. Apo duhet politika me pagat dhe me pensionet e njerëzve? Eda, është kjo një përkujdesje? Eda. Ashtu fillojmë zakonisht. Është kjo për një meni përkujdesje për qytetar apo një manipulim emocional edhe për me undi njerës që pe kanë mandej një farë borgji për qëta që janë Mos pari, propozimi për pagën 500 euro në muajin e parë të marrjes së qeverisë nuk ka qenë fare prioriteti Albin Kurtit, por ka qenë prioriteti Bedri Hamzës. Rritja e pagës mesatare. Rritja e pagës minimale. Minimale. Ka qenë prioriteti Bedri Hamzës në programin e tij. Tani Albini, do me thënë, duke mos pas ide të vetat, po i merr ide të tjerëve. Okej. Së dyti, që është më e rëndësishme se e para, unë nuk e kuptoj ky zotria që është kryetar në detyrë se me çfarë drejte i merr këto vendime. Së pari, problemi qëndron që ligji në Kosovë e shpreh shumë mirë dhe thotë një person që është deputet nuk mund të mbajë detyrat të tjera të ministrit, të kryeministrit, e tjetrën me radhë. Ky zotria po merr vendime si kryeministër, po shkon në parlament, po merr vendime si deputet. Mos pari unë i kisha bërë një pyetje publike. Si kryeministri në detyrë që nuk është deputet? Jo, unë kisha bërë një pyetje publike, sa rroga po i merr ky zotnia? Apo i merr edhe si deputet edhe si kryeministër, apo vetëm njënën apo vetëm tjetrën? Kam përshtypjen që mund t'i marrë edhe dyja, se masi po e shkel ligjin me mbajtje pushtetesh, pse jo dhe me mbajtje rrogash. Dhe jo, Arbresha ka shumë të drejtë, pse nuk e ka nënshkruar zëvendës kryeministri që nuk është deputet. Që nuk është deputet, pse nuk e ka... Sepse është e paligjshme qeveria në detyrë s'mundet me marrë vendime të tilla. Këtë po themi, dhe pyetja është shumë e thjeshtë dhe logjike. Nëse ti don se nxën ligje, kështu që nëse ti don për një mes, në kuvend opozita se voton, popullit apo shihni nëse don me çun kuvend për një me votu, le t'ja jep zëvendës kryeministrit. Pa nënshkruan dhe zëvendës kryeministrit ka të gjithë drejtën ligjore që ta çojë në parlament. Qeveria në detyrë nuk ka drejt të bjerë ti për fillim hapat, që këti shtira mundësit deri në fund. Po që tjere, deri në fund. Nëse ka seriozisht një mend. Dhe me thënë, kjo është hapta thjesht një kalkulim para elektoral, sepse tashmë po bien këmbanat e zgjedhjeve të parakohshme, edhe me takimin që pati te presidentja nuk është që patëm në një risi, ishte thjesht ajo që pritej, ajo që e folëm edhe neve në emision javën e kaluar, që s'do ketë marrëveshje dhe do jemi para zgjedhjeve. Madje unë kam dëgjuar edhe disa, thashë themnaja, nuk e di sa ti marrë seriozisht apo jo, që zonja presidente mund t'i japi dorëheqjen para kohe që të bashkoj forcat me Albin Kurtin në mënyrë që të fitojnë më shumë vota për dhe pastaj të ketë mundësi që të marrin një mandat të dytë kur të vijë koha. Por i bashkohen sërish që të marrin më shumë vota dhe pastaj Albini nuk ka më nevojë të bëj pazare politike me forca të tjera sepse ka komplet Vjosa Osmanin dhe shkurën e saj politike. E shënojnë shifrën e rezultatin e dy ministritës? Tani ata ca kalkulime i kanë bërë. Unë nuk e mendoj fare që zonja Osmani mund të birin këto nivele, megjithatë opinioni publik është për të dëgjuar edhe për të marrë parasysh sepse jetojmë në një vend që vetëm çuditëra ka, sepse çdo çudi bëhet realitet. Këtë jetën e kemi çaq paradoksale që s'kemi nevojë as për thashë thëme. Ajo që më ka brengos mua dhe më shumë është deklarata e kryeministrit në detyrë dje apo kryetari i lëvizjes vendosje i cili në prizren deklaroi që nuk do të ketë buxhet për komunat ku ata nuk punojnë, faktikisht për ata që nuk e votojnë. Albin Kurti do të mi tregu se ka pru buxhetin e Kosovës prej Vladimirit, si e para, si e dyta buxheti Kosovës mblidhet prej qytetarëve të Kosovës pavarësisht
cëllës parti politike i takojnë. Fakti që ka dhona deklaratët dje të regon që i hidhërimi i ti që nuk i ka marë 500 këtë e kërkuara, tash ka evoluar me një stad tjetër, ku aj tenton ti ndëshkoj ata që nuk e votojnë, dhe që është ma e rëndësishmja, di u vërtetua ajo që ka deklaru për parin mrama të në kohën, që Albin Kurti e ka bloku për mos me dhonë rezultat Prishtinë. Unë si qytetare Prishtinës, pavarësisht për bindjeve të mija politike, veç për këtë arsye, kur nuk do ta kisha votu Albin Kurti në cilën do komun që jetoj. Sepse me shantajet tila nuk mund të drejtojt qytetari i Kosovës. Qytetarët e Kosovës e kanë përjetu dhe te kalu dhe periudhën kur kena met pa rroga heq. Kemi mbjetu dhe s'jemi nënshtru. Nuk i nënshtromi as Albinit për bugjetin e shtetit në cilin ne kontribojnë. A i duhet... Pa ka shumë se cire gjeki ka pasën të kalumën? Në parem, kërkush kur, po e di, keni përmen Hashim Thoqin, ka qenë në gjajshëm, po jo në këtë njërë decidive. Nuk du të mu normalizu, nuk kem pro normalizime. Hashim Thoqin për që ato dhe Partinë Demokratike e ka nekë prej pushtetit. Po pikrish këtë standardi për me ndryshu standardin, jo me normalizu këtë standard, nëse shkohet me standardin e njëjtë. Qka mendojmë na? Jo, u menoj që qaj është një parafushat, ose një thirje, mesazh me i dërgu qytetarëve që nëse na kemi me shkun zgjedhje, unë kom ja urit pagën, kom ja e pagën e 13, pra kanë murit shtesat, kam urit rroga minimale, pra por i kthemi të politikat sociale të mirëqenia e qytetarëve. Mendoj që qeveria Kurti e ka kuptu mjaft mirë që për 4 vjet nuk ka arritur mjaftu shumë ta forcoj mirëqenien edhe me ekonominë e Kosovës dhe familjet Kosovës, ato çdo ditë përballën dhe jeta po bëhet më rënduar dhe vështërsuar, e ka pas një kahje tjetër politike të zhvillimit, si është përmendur ose është orientuar nga veriu dhe ka harruar konsideroj këtë pjesën tjetër, ka harruar ose jo, që ato qytetarët janë shprehur të zhgënjur dhe rezultatet tregojnë nga një 50% dhe nga një pakënaqësi disa vjeçare politike qeverisëse, pra kësaj radhe ai ka marrë 48%. Dhe po ashtu ka qenë një programi PDK-s, që PDK-ja ka pas 5 pika, muj me thonë, në zgjedhjet nacionale të nëntëshkurtit, që i ka orientuar në politika sociale dhe mirëqenie, për rritje pagash, për sektorin publik, rritja pagës mesatare, pensionet, gjitha këto, mendoj që ka performu ma mirë PDK-ja pikrish për të rrethana, sepse shumë njerëz që i kam takuar në terren, këtë janë nisë prej vetës, që ka thonë, po nëse jena një që punojna në sektorin publik, pagat tona kanë mu dëfishu, rrjedhimisht jeta jote të lehtësohet, sepse në fund të ditës ti mendon që shmja lehtësu jetën vetës dhe politika çfarë na ofron neve, dhe jo çfarë kemi simpati personale për politikën. Dhe mendoj që zotri Kurti e ka marrë këtë mesazh, qytetarët janë të lodhur, ne shohim kriza, inflacion dhe gjithçka është më rënduar, dhe kjo është një thirrje se potencialisht se çfarë mund t'ju pret nëse dhe më votoni ma riktheni fuqinë politike siç e kom pas në 2021, me që nuk po gjihet kompromise. Nuk është propozimi veti gjithsesi, po i vjet propozimet e tjera. E thash krahasimin e da, por megjithatë politikën sociale që ka pas shumë të rëndësishme vendosja. Drejtësi barazi rrogat profesorëve. Kjo është politikë sociale. Gjithmonë e kam pas sloganin për drejtësi dhe barazi dhe për të gjithë. Në momentin që ka ulur rrogat e profesorëve, ai ka bërë keksin më të madh në këtë vend, sepse në momentin që ti ja ul, nuk është çështje koeficientit, ti po i ul pagën njerëzve që po shpërndajnë dije dhe po ndërtojnë ty brezin e të ardhmes. E kuptoj. Sepse sa ma analfabet ne po i referohemi sloganin për çfarë kanë luftuar, dhe unë mendoj që 80.000 punojnë në administratë publike lyra, njerëzit kanë vështirësi ekonomike dhe kjo i atakon bukur let, edhe nëse përkthehet në vota, sepse kjo dikon direkt se çush kime ble edhe një litër qumsht, ose bok, ose çush kime ushqy, ose a kime qu fëmin të në qirë, dhe janë gjëra të prekshme. Dhe çdo kush u ka në pushtet, e ka bokit matematik pak a shumë, ka lujt kushtimisht musteme me bukën tonë, po që kjo është standardi që... Parfënia është qa që madhe që ta Po që kjo standardi që manipulohet me direkt e kuleta, është e dhimshme për mënyrën se si na e nështru rrethana që po më jepni 100 euro ma shumë, po votën te me ki sigur. Faleminderit Arbresh Flutur. Mirë Rama. Se keshtu u quva, lo. E di që ketu u quva, me të prita, me të folë pak. Ki folë javën e kalume.
Po njëherë. Njëherë, bre, oj një. Jo, bre, na po ka dhonë intervista dhe tjera ka se keni për cilë. Dinamike. Jo, që se kena për cilë dhe mirë. Flutur, nëse ty ta këshin rrit rogën që shto një javë para zgjedeve. A i kishe votu Kuna e kishe mandej dhonë votën, Flutur? për qef, a i kishe votu nga Terezi. Kur jetë se kisha votu, as për qef, as nga i Terezi, kur e kisha ditë që bon politik t'il, edhe lunë, në bashkë qytetarët. Ma lunë konto, ja, Flutur. Po let lunë konto, as pas pare si jabi të katë punë, mune veç një sandi me thonë që kryeministri, s'është kryeministr tash, nëse Albin Kurti menoj që edhe befasin e befason. Sinqerisht, po thom nuk kam koment ma tepër për personin në fjallë, që ka që nuk e kisha kur njëtë s'kish mujtë me më korruptu, është me tardë keq, sidomos për pjesën e moshës të pensionerve që bën kësi humore të tila se për moshtë humoristike mi au rritë për 30 euro pensionin. Më kupton, një kësanaks ma tepër jau ka që... Ma më sarojnë, kanë qenë pensionet e moshë 70 euro dhe kam rritë direkt këto. Sinqerisht e kam është për të duar trokitër se kam rritë për 70 euro mos kesh kuptohemi, kjo ka njës në ndër... Vishpak, mos kesh kuptohemi, ata sarojmë deri në fund, kjo është rritë në çdo qeveri, jo veç me Albin Kurti, po më thonë, një historik që ka qenë një pensioni moshës ka qenë diku 70 euro dhe ka lëviz. Pak a shumë e kanë bo kret, kanë lujt, kanë kalkulu me qëto. Ka pas qeveri që 2 euro e ka rritë. Nuk është ndershme. Po, absolutisht nuk po thojnë që është ndershme, veç një fakt që një pensioner Arbesha Qaki e kinis me arsyetu. Jo. Arbresha ja o samrën, është e pa mune, unë e me njës fjallën, am gjupin pëngë që fjera. Jo, veç që përkujtum për publikun që kaqë. Qikash, unë s'kam që ashtoj ma tepër, për mu është fushat, është para fushatës, është manipulimi qytetarëve, është përmetar keq, e thash edhe njerë, po e përsërit edhe njerë, këj person e befason edhe befasin. Mu më vjen keq për qytetarë të cilët nuk janë të uvedisu, është mirë mu uvedisu këta qytetarë dhe me pa lojën cilën po bëhet me shtetin, e nuk kemi ndërtu në shtet me gjithë këtë sakrificë marrë dikush me po hajgare me neve, po masi ky po din, ky pi gra, qa me bo? E ka hapë thesin për i trypë. A mirë s'po dërzohet. Ju po dini, ju grani. Kësë kanë plan me lëshuat pozitë dhe bepi u bëj një njeri që të pëthom hera por publikisht dhe se përsëriti ma. Gane mirë. Po përbes. Një njeri i cili ka ardhë me dhunë qatë pozitë. Nuk e lëshën pozitën pa dhunë. Me dhunë. Me dhunë në anën e protestave, po 50% ka dhonë vota me kutinu, ka marrë dhunë shumë. Të rritë që ato vota ka mri me Sore ma direkte. Kur s'ka pas ma shumë. Me që ato i ka binë popullin. Që kjo është deklarata e me ti motër deklarav lirisht. Përgjithësia jo, dhe sa 50% ka marrë kutit votimit. Edhe bilej kom qitë vëth, shumë të bukur e gjatë. Me shumë gjyra. Se i ke qitë që i ke qita po? Që këta militantat në komente me pas ku me mu kapë. Tash me vëth, po thua. Okej, po shkojmë pak në pjesën tjetër. Me 30 tetor, presidentja Vjosa Osmani ftoi në takim të gjithë liderët e partive politike, një përpjekje për të shmangur krizën edhe për të zgjetur zgjedhje për formimin e qeverisë së re. Takimi përfundoi pa tjetër që pa marrëveshje. Presidentja konfirmoi se asnjë parti nuk arriti të sigurojë shumicën parlamentare, ndërsa opozita kërkon zgjedhje të reja. Albin Kurti pas takimit nuk dha deklarat, u largua duke thënë vetëm se duhet të shkoj me shpejtësim. Lumer Abdi Gjiku, ka se sa më parë që të shpallim zgjedhjet, aq më mirë për vendin, e ndërsa Memli Krasniqi e quajti situatën të pashmangshme për zgjedhjet e reja. Analistët paralajmërojnë se Kosova po hyn në një periudhë të re pa sigurie politike, me një qeveri në detyrë që po merr vendime madhore ekonomike, edhe një opozitë që po kërkon rrugë të reja drejt zgjedhjeve. Pyetja është, a do të shkojë Kosova drejt zgjedhjeve të reja, apo do të ketë një kompromis të papritur politik? Eda, qysh e lexonte mas pari heshtjen e Albin Kurtit pas takimit, një vetbesim i tepruar, a nështë një frikë? Unë në analizën time dhe realisht i qëndroj kësaj, mendoj që Albin Kurti nuk ka asnjë gjë që të humbi përveç se të fitojë, se humbjen e ka në xhep. Për çfarë lufton Albin Kurti? Lufton për pozitën, për pushtetin, për karrikën e vet. Familjen e ka jashtë. Nesër me humb këtu i hipën avionit, jeton të gruaja, atje të fëmijët, nuk e ka fare problem. Nuk
praktikat sociale që i përmende Arbresha deri tani nuk ka nevojë ti shfrytëzoj për veten e vet. As për fëmijët e vet, as për prindrit e vet, për kërkon. Rrogën minimale, nuk jeton me rrogë minimale, si intereson ajo punë. Me qira është ai. Me qira, po, gjithë me qira vetëm, po. Me dhënë po e bën 200 euro e ka qira. E kemi pasur në Gjekim, ka qenë një Muslim Peza në Shqipëri e dashur. Pasunin ko e ka deklaruar. Ka qenë një Muslim Peza në Shqipëri që thoshke nuk e di që ka bojnë veri me ment e veta, se une nuk kom faj sans kom dit. Edhe Albini si Muslim Peza sans ka dit, veç shpirë që ka bojnë me vetat. Po dhe bash, e tash, gjitha këto që po përflitën, jo ekonomia, me pas që ka shumë pare bre kjo Albini, për një me po të vest ashtë lyrë. Për shemull, ne kemi kolegët e RTK-s pa rruga. As kish mujt bre me jabo budgetin RTK-s? Së punët se është palishëm. Po qysh bre që ka palishëm? A për të kënë që ka palishëm? A me të rritë këtu që ka i lishëm? Po kalzoma bre njërë ashtu njërë zbritësët vrava, njërë hipësët vrava. Nese, për zjedhjet, ta përmenda pak më parë, pres zgjedhje dhe pres zgjedhje të egra këse radhe. Realisht pres zgjedhje të egra, jo zgjedhje të fjetura si që ishin këto të komunaleve, sepse do jetë momenti vendimarrës se qëfar do bëhet me vetëvendosje, nëse vetëvendosja i humbë këto zgjedhje, atëre mendoj se si parti politike nuk ka më se që bënë në Kosovë, ndërkohë që partitë e tjera opozitare duhet prapë i kanë vendimarrës se këto zgjedhje, sepse nëse edhe ato i humbin këto zgjedhje, atëherë nuk mbeten më. Nuk mbeten më. Më thënë, janë zgjedhje vërtet vendimarrëse dhe populli duhet të mendoj shumë mirë se kuj duhet të japi shansën që ta udhëheqi në 4 vitet e ardhshme, pa pasur vazhdimisht presione ekonomike, presione politike, presione nga aleatët, nga gjithë shka që e rrethon. Të merë është se derin marë se kena problemin e presidentës, budgetit dhe gjikotës kushtetuse cila ka vërnjë. Ka përmenon gjak për krejtë takime pa rezultatën në fond. Ma Albin Kurti e ka dhe një afat 5 nëntorin. Po, se që në tash është paradoksi ma i madhë. Albin Kurti të në tënë, që dhe në që se shkohet në zgjedhje, mi shty sa ma shumë që zgjedhjet më mbajtë në kohën kur diaspora është për pushime në Kosovë. Si e para. Ajtë dhe me thonë kalkulen se diaspora si arrit 500%, 1%, 2%. Që ato 2% për ta... Do bëm 50% ato, nëse krasojmë 4%. Janë ma transishme se ardhmja e qëti populli. Po të thëmë, në mars, mbesim pa president, pa budget, pa gjykatë supreme. Albini ta e si bënë përshtypje. I bënë përshtypje qaj 1% i diasporës që ka marrë. Gjitha të nuk mundët me kalkulu bre gjeki bashkë? Jo, a i kalkulion, po a i kalkulion. Dëgjo, zgjedhjet lokale të regu që diaspora nuk e votoj. Albin Kurti është shahest, jo politikën, po dhe jetën e lunë si lojtë shahut. Po dakor, këmë regu. Po me gjitha të... Qëto e ka një barë dhe opozita, gjeke, që ja ka shtu akomodimin, rrugën, nëse kom gabim, në zgjedhjet lokale, të lutëm dhe mantom nëse kom gabim. A i ishte diaspora që nuk ja dha votat Albini, që ja dha partive tjera. Shdo komune ka qëtë betimtari, jo në krasë me nacionalit. Jo, pra, në shdo komunë, me smajtë sa e di jo. Por i ka qunja 12 komuna baliotash. I ka dërgunja 12 komuna baliotash të mdoja që dykura se kam paramendu, se s'kanë qenë të rrituna, mjaftushëm për ta si subjekt për arritjet e tëne. Me që se mendoj që në këtë zgjedhje, në këtë baliotash, a i ka me pas kryesore me fitu Mitrovicën, shumë ma transishme. Normal Prishtinën, po Prishtinën le t'i lanë durët se ditën e mirë. Në Mitrovici ka krejt shpresat sepse kur flasë me njerëz, kur përmendet Albin Kurti, argumenti i tyre kryesor është pa Albini e bashkë Mitrovicën. Për që ato Albinit... Ajo është një pun tjetër me që... Veç po ta tregoj argumentit që t'ma afrojnë, po. Përmendoj navish pak prej debatit politik që kemi njës këtu, për duhet tonë Plutrës, për shamu në qëpë se krejt që kjo, nëse krejt që kjo drama politike ishin kom film. Kush e kish lujt Albin Kurtin edhe kush e kish lujt Vjosa Osmanin? Hajde. E fantazinë në punë tani, motër, dhe në jep një përgjigje adekuate të lutëm, se pyetje e rëndë shkjo. Shkenari.
A pi personazhave ton, pi personazhave aktorve ton, kush duona? Kush mla dhe konë. Tani muma. Ma me nga kalëzu cëllë film, së shumë e rëndësi. A me kalëzu cilin film, a me puni skenuar për fillimit. Nuk po di pasha zotë, nuk e zonë shumë ngosht. Nëse kisha bo film të animuar, shumë po pajtona me e bukra dhe bisha. Kush e bukra, kush e bisha? Po, e bukra Vjosa, bisha Albini. Amir. është martu me Vjosa. Dërsa prej aktorve ton, nuk di që kish mujt naj kush me lujt rolin ma në perfekcion ma mirë. Se, kush? Kush po thu gjakte? O, besë, më kujtot ma vonë. Kom do ditë që shtu me em në asion kur qifë. Nuk po di se me njerë më shkoj mendja dhe të fizikusi kush i Çak Norisi. Halil Budakova, me Merita Budakovën, se unë e shkova të fizikusi, me njëherë kush mundet mi për në qak, shto, po unë e përbëj animacion e bukra dhe bisha. Interesant. A mujnë me thirë Mr. Binin prej Anglisë me lujtë. Po, Mr. Binin, edhe Mr. Bini, bravo, se është edhe a i bën humor. Edhe i shkon edhe për emër, jo për diqka. Po, edhe i përshtatet, edhe është zë shkan edhe Mr. Bini, edhe bën a i garë. Gjani dhe. Nëjse, unë e po të regoj edhe që javën tjetër na nuk jemi këto Se flutër. Flutër, ka të flutër se? Nuk jemi se jo në zgjedhje gjeke. Edhe ti diçka gjeke, po më do kësh pak nervoz, unë nuk i di pse je ty princi o ka të vjen zamër, relax. Se që jam nervoz për kundrën. A kime votu të djelën tjetër? Kur jenë disponim edhe jenë disponim. Po, e pse vlas, dim na me folë për politikë, pse gjithë kërë puna për politikë, neve na ekim prej programacionit. A kemi raportim me lojtë Ke ditë me folë ma shumë për politikë. Edhe pash neve na përpojnë në qësi zgjedhja. Përveç ditë tjera, 6 ditë tjera të javës na edhe dilën e kemi pru politikën në të jeza tuaja populli dashur, u knaqë. S'po na dënë po... Parameno, unë edhe politika. Komentin më i bukur që kom marrë. Komentojnë rezultate flutura në kësoj kohë. Nga gjyshja e një dhëndrit në familjen tonë. U bon gratë me folë politikë. Nga ka marë puse. Kjo është mendësia, më Eda, kjo është mendësia. Ja, e vërteta është që sot një javë është johona politike. Johona politike, mande jo, ka raportim special, kërditor, dhe në orën 12. Edhe në Arbreshën e kena në gjendje alerti, 24 orë. Në rëndësi Arbresha, tavolinë. Ta është në të gjysë, ja jam të Ledëkjo, ja jam të Selijave Zendosjus. Sot një javë atje ku. Kush po fituju të Zendosja modë, se më zotë marrë në shkema. Kush po fiton, apo kush po humbas përfundimisht Prishtinën? Dëgjo se në te Vendosja Ruju, se mas pari e klan, mas dyti, Albini me ty i ka do lafe. Funditës një gazetare, Eda, po moj. Po, shpirë dhe di që je gazetare për Ruju, për pytit janë për të bërë. Emergjensi, për nejësën. Jo. Po që falenderit shumë për opinionet tuaja, ne po shkojmë me një blok marketingu dhe kthehemi prapë bashkë. Kredia nga Tab i siguruar nga Sigal Life